Përshëndetje miq të dashur, përshëndetje të gjithë njerëz të suksesit, përshëndetje të gjithë ju që keni vendosur që vërtet ta ndryshoni jetën tuaj. Dua të ndaj lajmin e prezantimit që do të bëjmë në Prishtinë dhe informacione në ditët në vijim sa i përket vendit dhe ku do të jetë takimi. Unë ju inkurajoj që të merrni pjesë në këtë prezantim, sepse dua të ndaj me ju disa teknika që përdor vetë dhe me të cilat unë arri që nga mëngjesi deri në darkë të jem e fokusuar vetëm në gjërat që dua. Sepse shumica nga ju me të vërtet e keni të vështirë që në këtë ambient ku ne jetojmë, në këtë vetë dije kolektive ku ne jetojmë, të kontrolloni mendimet e juaja dhe ta bëni që dita juaj që nga mëngjesi deri në darkë të jetë profituese, të ju sjell atë që ju e doni dhe jo atë që ju nuk e doni. Sepse edhe nëse besoni se mundeni, edhe nëse besoni se nuk mundeni, në të dy rastet ju keni të drejtë. Gjithmonë keni të drejtë. Përderisa gjithmonë keni të drejtë, atëherë është me të vërtetë e habitshme, sepse njerëzit nuk mendojnë për gjërat që i duan. Atëherë në këtë prezantim unë do të ndaj me ju shkaqet e ndryshme të cilat nuk na lejojnë neve që të mendojmë për gjërat që ne i duam. Si të mbrohemi nga këto, çfarë bëj unë që mbroj veten nga vetdia kolektive dhe nga mendimet negative të masës, që të qëndroj pozitive dhe të arri sukseset pa marrë parasysh se çfarë shfaqet gjatë kësaj rruge. Nëse ne kemi përcaktuar mendjen tonë për sukses, ne do të arrijmë atë pa marrë parasysh se çfarë del si diçka që mund të duket si dështimi i përkohshëm. Ju vetëm duhet ta keni qëllimin e mirë, të mendoni mirë, të punoni mirë, të veproni mirë dhe rezultatet do të jenë të mira. Për të gjithë ju që me të vërtet i aplikoni ato mësime që unë i ndaj me ju dhe i merrni ashtu si që janë dhe jo t'i vendosni edhe diçka që ju mendoni se mund të jetë e mirë, por recetat janë receta dhe duhet që të përmbahemi atyre. Unë ju inkurajoj të regjistroni sa më parë në këtë seminar, sepse nuk ka shumë vende të lira, do të jetë një seminar pak më i përmbyllur për ata njerëz që me të vërtet duan dhe janë të fokusuar drejt suksesit. Unë ju dua shumë dhe ju them se shihemi vetëm në suksese.